Po vjen, se du me pa. Se kam karamele Ja, ke fut kot, ke dalë blok. Po vjen, se m'do gjithë. Ajo do me nga që do me zëni punë dhe zotajt po bëj atë. Ishala në fusin dhe ke lajmë. Ja, erë zdi do më thonë, zdi. Ishala po në fusin dhe ke lajmë. Ja, si bëj dhe lajmë. Brillant. Bëj dhe lajmë. Okej. Ajo, është në rregull në atë të vetë. Dhe lëri mënd. Po ky tjetri, më që na hiqet si nuk të janë asgjënd, si aktor profesionist. Lëri të keqen. Pika. O mashtruse e vetes tënde. E shef klipin, e ke thënë, baron klipi thot se kam thënë që prap. thot unë jam Laert Vasili, po që Laert Vasili nuk është Gjokundi. Oh yes, për ty që jena autobus tjetër, për ty ti po e tregon veten, jo për mua. autobusi jot Unë prisja të kanë bëja në mes të rrugës, i janë shkuar gomat, i kanë mbaruar karburanti, i ka ardhur muzikalin e ngatrove me parodin, sot Artur Zhen e bëre as Gjokundi. Vetëm Artur Zhen. Edhe unë të dua shumë, po nuk të ndihmoj dot. Shumë të dua dhe unë po s'të ndihmoj dot. Qa aktori je, më qa, o zotin. Aktor që s'di fare me bo asi gjo. Bullizime lagjesh në 80-ën. Rreth atyre sillesh. Bullizime lagjesh në 80-ën. Aty t'ka njec. Lale, o lale. Jo, s'flasa shumë lale. Ashtu flet, qa ke bo tithe? Qa ke bo? Po qa ke bo, ashtu flasu, se jam nga Durrësi. Qa ke bo? Jam nga Durrësi, s'ke faj. Çfarë ke bër? E kupton? Jo, e kupton. Po, disa... E kupton, po ti nuk e ardhë si nga Durrësi. Ti ke ardhë tu si moderatore. Jo, si jam moderatore nga banore këtu. Ke atë profesion dhe me atë të njeh publiku dhe në qoftë se s'kanë sjell tu, nuk të kanë sjell. Se ti ke ardhur si aktor këtu dhe ato roli duke bërë, shiko.